Këtu jemi në kantierin e rrugës Shirok-Zogaj, i cili është një kantier në përfundim me sipër, pjesë e programit të ndërhyrjeve të financuar nga programi i Bergjit, i cili konsiston në rrugën 6.5 km, ashtu dhe në disa ndërhyrje që janë bërë në bashkëpunim, qoftë me ndërmarrjet e ujësjellës kanalizime, që është pjesi e kanalizimit, por që ministri mund ta shpjegojë më vonë që është pjesë e një masterplani më të madh akumat KFV-s. Kjo është një rrugë që do lidhi dhe dy oferta turistike të zonës Shirokës dhe Shkodrës me pjesën tjetër të Malit të Zi, e cila pjesa e Malit të Zi praktikisht e ka mbaruar rrugën dhe me përfundimin e kësaj lidhen këto dy si oferta. Dhe gjithashtu është një rritje ofertës turistike dhe për pjesën e fshatit Zogaj dhe të Shirokës, që cilën ofertën e turizmit liqenor, ku në një fazë të dytë investimesh që praktikisht është aprovuar, do të ketë një ndërhyrje edhe në fshatin Zogaj në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës, në mënyrë që ai të kthehet në një fshat me filli turistik, duke shfrytzuar gjithë atë potencial që ai realisht e ka sot që flasim. Në fakt është një punë shumë e mirë në këtë segment rrugor, 6.5 km nga Shiroka në fshatin Zogaj në pikë kufitare me Malin e Zi. Është një segment rrugor i cili do të lehtësoj shumë lëvizjen dhe qarkullimin e qytetarëve, por edhe të mallrave. Megjithatë, unë mendoj që vlera e shtuar e këtij investimi është pikërisht fakti që oferta turistike bëhet më atraktive edhe më e dobishme në funksion të sezonit turistik, në funksion të zhvillimit të qytetit Shkodrës, edhe duke konsideruar faktin që së bashku jemi duke punuar me Malin e Zi, aktualisht kemi një marrëveshje në fuqi për të vendosur edhe një pikë kufitare e përbashkët e lëvizjes, do të thoja pra një one-stop shop, ku shërbimet kufitare merren në një të njëjtën pikë. Edhe duke mundësuar pastaj edhe që shërbimet policore dhe doganore të jenë në të njëjtën pikë kalimi kufitar. Kjo do bëj të mundur lehtësimin e lëvizjes së njerëzve, turistëve, pasi është zonë që frekuentohet shumë edhe nga turistë huaj, me qëllim që të kenë akses kalimi si në Mal të Zi edhe në Shqipëri. Kjo është një mundësi shumë e mirë dhe besoj që edhe duke patur parasysh programin që sapo miratuam dhe që tashmë do duhet ndjeki rrugën e ratifikimit marrëveshjes në parlament, programi Porta e Alpeve, i vjen më së miri në ndihmë Bashkisë Shkodrës, por jo vetëm, edhe gjithë qarkut do të thoja. Porta e Alpeve, në fakt, porta hyrëse është këtu në Shkodër me një projekt investimi prej 100 milion eurosh që do të shërbejë në të gjithë elementët e infrastrukturës për qytetin e Shkodrës dhe do sjell një potencial të jashtëzakonshëm turistik edhe jo vetëm për qytetin e Shkodrës, për gjithë vendin, në fakt, për gjithë qytetarët shqiptar. Zëvendës kryeministër, në fakt është e vërtet. Së pari, edhe kjo aksi që ne po kalojmë këtu, që siç u theksua edhe më herët, nuk flasim vetëm për një aks rrugor, por është pjesë e një lidhje shumë të rëndësishme turistike ndërmjet pjesës së Shirokës me pjesën e Zogajt, ku ne sapo kaluam në Shirokë dhe pamë se si investimi që ka bërë qeveria shqiptare para pak vitesh i ka dhënë një gjallëri dhe një ritme dhe stimulim të turizmit, e njëjta gjë do ndodhi edhe këtu në pjesën e Zogajt. Këtu punimet, siç u theksua, tashmë janë të kombinuara, sepse kemi dhe projektin e ujësjellësit në Shirokë, kanalizimeve në Shirokë dhe në Zogaj dhe rrjetin 20 kV. Por ky është vetëm fillimi përsëri për qarkun e Shkodrës. Kemi investime infrastrukturore në aksin e Velipojës, në hyrjen e qytetit Shkodrës, pjesën e një, le të themi, rijetëzimi të pjesës së Bunës, duke krijuar lumit Bunës, duke krijuar edhe një pjesë më të aksesueshme për turistët dhe duke përfshirë edhe investime deri në Malësit Madhe. Siç e thash, është një paketë të tërë investimesh të qëndësishme dhe të rëndësishme për veriun, për qarkun e Shkodrës, për të cilën patjetër po japim frytet e veta në zhvillimin turistik të këtij qarku. Ne synojmë që në mes të majit, sezoni turistik ta ketë mbaruar. Praktikisht ka ngelur vetëm pak punime, tregtare punime dhe mbylljet e fundit të ndërkohë që aksi rrugor nga Mali i Zi është i përfunduar, ne ndërkohë vijojmë komunikimet me palën malazeze me qëllim që të vendosim edhe pikën kufitare, ta bëjmë gati nga ana infrastrukturore me qëllim që të hapet edhe pika. Do vi edhe grupi ekspertëve për lidhjen dhe bashkimin e pikës kufitare midis Malit të Zi dhe Shqipërisë, dhe kjo do bëhet e mundur së shpejti, pothuajse këtë sezon turistik, ku dhe shërbimet e tjera të rendit dhe qarkullimit rrugor do jenë të përfshira në këtë aks për të ofruar siguri dhe rend për turistët dhe qytetarët e zonës. Dhe investimi besoj se arrin shumë mirë dhe vizioni që ka
bashkia për të rikthy Shkodrën në kryeqendër rajonale për sa i përket zhvillimit turistik, po dhe përgjithsisht zhvillimit biznesit. Dhe gjithë ky vizion dhe investim që sapo mbyllet ashtu rrikrejtësisht njëra dhe me hyrjen e qytetit dhe me gjithë parkun perëndimor, me ndërhyrje që u bëjnë poshtë tek revitalizimi i Kalas, me kuartierin e muzeve, me ndërhyrjen në Alpe dhe pjesën e Velipojës apo dhe lajmin shumë të mirë që dha ministri sot për sa i përket portës së Alpeve, duke e kthy jo vetëm rritjen e numrit turistëve, ne kemi rreth 500.000 turistë në vit si bashki me mesatare 2 net vjetje, pra rreth 1 milion net vjetje. Dhe besoj që me këtë zhvillim turistik ne jo vetëm rrisim numrin e turistëve, por rrisim edhe shpenzimet turista për Ditëqëndrimet. kjo është rëndësishme. Që është shumë rëndësishme, vërtet. Edhe për ta shpërndar pastaj park qëndrueshmërinë jo vetëm gjatë sezonit turistik, por për ta kthyer 365 ditë turizëm.